kemi gjërat. Ne nuk kemi industri filmi, kështu që ne nuk mund të jetojmë me filmin. Unë si gjithë njerëzit e tjerë kisha nevoja imediate të rritjes, me të fëmijëve tjetër e tjetër. Këto nuk mi plotësonte dot kinemaja. Po them tash për parat për mjetet që fitohen dëshmërisht. Një regjisor, një producent ka një fi prej 10, 12, 15.000, 20.000 eurosh. Për të për gjithë filmin, të dy bashkë. 20.000 euro një herë në 5 vjet nuk të mbajnë dot. Kështu që unë isha e detyruar që përpara se t'i kthehesha filmit në cilësinë e regjisorit dhe të producentit, të siguroja jetën time. Dhe është gjëja më normale. Çoja vajzat në shkollë. Në mënyrë që askujt mos i lutesha, askujt mos i met, mos jetoja me honorarat e aktorëve, apo me dietat e shoferave. Kështu që kjo është arsyeja. Unë kam filluar këtë punë herën, në 2014 fillova të bëja festivalin, sepse kisha ndjeja që duhet bëja diçka për Dea Film Festival. Desha të bëja diçka për kineman, kishte ardhur momenti të bëja diçka për kineman, nuk isha akoma gati për të bërë film. Financoheshin filma, po si gjithë Shqipëria, si gjitha institucionet shtetërore, dhe aty ishin këto njësirat, s'po them korrupsione kështu gjëra, po kostoja morale për të marrë financim me filmin ishte shumë e lartë. Unë nga natyra nuk jam natyrë e tillë, kështu që më mirë lash dhe fillova të bëja festivalin, derisa erdha në momentin që kisha mundësi ta bëja filmin, të dy filmat unë kam të financuar vetë, do thonë kompania. Edhe është tingëllon pak si budallëk, se mendimansi s'ka sepse po kjo punë kështu është, njëri ble maqinë, njëri ble shtëpi në plazh, unë bëj filma, puna se ku e merr kënaqësi. Edhe ishte goxha produksion. Ishte një produksion me një cast aktorësh. Po duhet të them që ai nuk ishte vetëm imi. Domethënë ato e kam financuar unë, o kompania unë, por edhe financiarisht, edhe shpirtërisht në financim i gjithë grupit. Domethënë aktorët janë paguar shumë pak, sepse kishte prej tyre pothuajse të gjithë, kur shkoja të bëja pagesa thoshin jo, se unë e di që ti s'ke lek. Nuk do m'japësh. Thoshin jo, kemi rënë dakord me këtë. Po them nga ti nga Margarita deri te tjerët. Thoshin jo, kemi rënë. E di që kemi rënë dakord, po ti nuk ke lek. Filmi s'është financuar. Lera nuk i duam. Të gjithë. Grupi që punonte, domethënë është paguar shumë pak. Ajo ishte një sinergji në film, të cilin unë nuk e kam provuar kurrë në jetë. Unë kam qenë të 10-ën që merrem me film, kam qenë aktor, kam qenë asistent, kam qenë regjisor. Kurrë nuk e kisha provuar. Kurrë nuk e kisha provuar. Dëshirën, edukatën e punës, klimën që u krijua nga i pari deri te i fundit në shesh të xhirimit ishte një çudi shumë e madhe, dhe për fat mirë dhe produkti doli po ashtu i mirë, siç thonë. Siç themi dhe ne këtu. Më falë. Se në fakt nuk e qenë se më jep një croissant bono, të lutem, se do t'i ha gjitha kokoshkat pas më dhe atë. Një këtë duhesh ti. Jo, me ngjyrat e dhura. Ma jep atë me çokoladë. Ma vjesh kjo, mirë, janë rregull, janë rregull. Okej. Edmond, me dëm placike. Jo. Okej. I kam shumë mirë, po Faleminderit Bono, na mbulson për herë. Se më kujtove ti nga kurtën për te diskutimeve për filmin, edhe pasurinë e zakonshme që ajo ka dhënë për artin shqiptar, po që për momentin që u mësuar që Tinka Kurti, aktoria e madhe shqiptare, jeton në shtëpinë e të moshuarve, duket sikur ka një tendencë për ta parë ose sa gjuna, pra sa keq që ka përfunduar ashtu. Pastaj kam parë video nga personazhe të jetës publike që kanë shkuar me një telefon duke bërë to përqafimet me aktoren. Si sheti? Po, kështu jemi ne. Ne mundohemi të përfitojmë nga gjithçka. Ka njerëz që përfitojnë nga vdekjat e afërmve. Ne kështu jemi si shoqëri, kemi lidhur, kam pasur dikur, ne kemi lidhur motorin me burin, jo me rrota. Meqense preket unë nuk do ta kisha prekur, po meqense preket, po ju them. Nuk është një fatkeqësi e madhe. E vërteta është që Tinka jeton vërtet në një shtëpi të moshuarve, aty ku ne kemi xhiruar filmin, dhe kjo ishte edhe arsyeja. Tinka ka pasur një fatkeqësi që ju largua nga jeta djali, ajo e rrënoi, dikush tjetër nuk e di se ç'do kishte bërë në vendin e saj, por
ajo qëndroj e fort ashtu siç është. Në moment tash smundja e bën të veten dhe do të ishte shumë mirë, natyra e saj është kështu e fortë, si sa e bukur, sa miqësore është, po është më fort malësore. E nuk pranonte njeri. Duhet ju them domethënë me gjithë vështirësinë që më krijohet për të dalë fjalë të mira për shtetin, duhet të them që domethënë institucionet shtetërore dhe kryesisht ish kryetari i bashkisë ose kryetari akoma e rajonit i ka ofruar asaj të gjitha mundësitë. Shtëpi në këto, njerëz që ta ndihmonin që të rrinë. Ti nga këto nuk e pranonte, pastaj një moment siç ndodh kjo punë, ra dakord. Bile ne atë ditë, domethënë, një ditë përpara ka marrë çmimin aktoria më e mirë në Rom, në festival. Filmi mori 2 çmimet, një unë dhe një Tinka, dhe unë e mora në telefon, ishte krejtësisht kthjellë dhe kështu. Tash kur të vinë në Tiranë, kur erdhën në Tiranë kishin rënë dakord për të shkuar aty. Është shumë mirë. Ata më mirë. Unë besoj që kjo është një gjë që vetëm ne e tematizojmë për kohë. Këto e bën gjithë bota. Pra kjo është një zgjedhje. Po nga që është diskutuar shumë edhe ne kështu jemi, ne mundohemi të bëjmë protagonizëm me çdo gjë. Aty shkojnë njerëzit të bëjnë protagonizëm me të ose ca të tjerë bëjnë sikur i dëm keqe. Është një zgjedhje e saj. Është shumë mirë, ndjehet shumë mirë aty. S'ka asnjë lloj problemi. Vdekja le të pres është dalja e fundit në Vdekja le të pres është dalja e saj e fundit, e saj dhe Margaritës. Më duket sikur është ose ndodhi që u bë një film homazh Vdekja le të pres në një kuptim. Edhe filmi i parë kështu ka nisur. Madje unë në kur fillova ta xhiroja, vërtet e xhirova me këtë mendim për të bërë një homazh këtij brezi. Këtij brezi kaq të lodhur, të raskapitur, disi të harruar, por që kishin ndërtuar Shqipërinë dhe nuk është fjala vetëm për artistët, është fjala për inxhinierët, për mjekët. Pra, ideja ishte tek gjithë brezi. Unë desha t'i bëja një homazh këtij brezi, i cili mirë keq e ka ndërtuar këtë vend, kështu siç është, dhe ne kemi lënë më një anë. Ne kemi harruar. Në këtë filmin e dytë kjo është edhe tematizuar si. Për këtë punë bëra. Ja, natyrisht ja kushtova ti mendje sepse ishte një prej tyre, po kështu ka nisur ky, si një film homazh. Prandaj desha ti merja aktorët, i mora dhe do thash unë krijuaj një klim shumë e mirë, filmi u prit shumë mirë, u prit këtu shumë mirë, u pritur për fatin tonë mirë dhe në festivale shumë mirë, dhe është vërtet një homazh. Pastaj pjesa e dytë është meritë e tyre të drejtë. Që duhet ta pranoj. Pjesa e dytë ka një histori, nuk e thash atë ditë, ka një histori, ky është një skenar që është shkruar nga një austriak, ne kemi bler me të drejta, producenti që më kishte shitur drejtat, erdhi pa filmin e parë, erdhi në Sarandë e pa, i pëlqeu, bëm ne me miq ndërkohë, njëherë më tha edhe di që Uli ka shkruar pjesën e dytë, të ta çoj, ma çoj, më pëlqeu, edhe pa i thënë gjë njëri, fillova, e përktheva, e ripunova, e bëra gati. Bleva, mora dhe drejta, thash le të jenë aty, atë kohë kompania e kishte punët shumë mirë dhe ai çmim nuk ishte në gjë, më bleva. E aplikova në qendër të filmit, kuptohet, filma të tillë nuk fitojnë. Ne punojmë për Oscarin. Edhe po bëra gabimin që ja thash këtyre. Dhe nuk mundan. Tinka, Margarita, Luftari, edhe ky Reshati, më pa, po këta dy nuk mundan. E thash nuk e bëj dot edhe duhet të gjeni vet investime. Bëja shaka. Dhe ata filluan të bisedonin me kryetarin e bashkisë, me ministrin, me gjithë, interesoheshin për gjetur financim për filmin. Dhe kështu nisi, është meritë e tyre që nisi. Ne morëm një financim nga gjithë ata që na premtuan. Vetëm Erioni mbajti fjalën, gjithë tjetët nuk na gënjyen, por nuk e mbajtën fjalën. Dhe kështu që ne mbetëm brenda, filmi filloi, edhe u zgjat shumë për të bërë, po është vërtet merit e tyre që u bë. Edhe pastaj nuk besoj se ata bëjnë shaka tash ti do bësh të treshin, po vërtet ishin të lodhur, ishte shumë, nuk mban shoqëria. Nuk mban shoqëria. Tash filmin e këtyre kinemat e kanë orën 9:30 darkës. Një kinema nuk e ka fare. Po bërë 3 minuta që në 10:30. Me siguri. Kështu që nuk ne kur dalim kemi qef shumë Facebook, t'i lavdrojmë këto, i shohim rrugë, bëjmë fotografie kështu, po nuk i respektojmë vërtet. Kështu që nuk besoj se shoqëria ka nevojë momentalisht për këtë. Shoqëria e ka ushqimin e vet momentalisht, kështu që është ushqimi i shoqërisë momentalisht. Ja, klikoni te faqja e kinemave dhe ta shihni.
vetëm se kemi këtë femrën këtu, e rregullon dot që kjo mos e dëgjoj kur them unë për shkakun që duan këto me cica me shale, rregullon dot mos e rregullon ashtu. A shikon? Qofse kjo nuk e dëgjoni, e thash edhe këtë. I thash diçka në vesh, nuk bëra sikur se dëgjoj. Këto do shoqëria, nuk është puna. Dhe ne me artin, me letërsinë ndërkohë, me televizionin, i shkojmë mbrapa shoqërisë, në vend që të jetë anasjelltas. Në shoqëria duhet të shkojmë mbrapa kulturës, këtyre programe. Një nga detyrat që ka letërsia, kultura, arti, televizioni, është edhe edukimi, është mesazhi. Ne këto nuk i kemi. Jemi Okej. Është momenti për një tjetër hapësirë muzikore. Me muzikën si ke punët? E dua shumë. Çfarë pëlqen? E dua shumë. Unë dëgjoj jazz. Do thënë ajo është muzika ime. Unë dëgjoj jazz, do thënë në zyrë sa futem edhe në shtëpi. Ajo është muzika që dëgjoj. Dikur dëgjoja klasike të moderuara, Na jep ndonjë titull? Mos më ngatroni me titull se është. Ose ndonjë muzikë, nuk di unë, nga këto jazzit që dëgjon. Lionel Rich. Hello. Kjo është një. E dëgjojmë Lionel Rich, Hello edhe rikthehemi pra për bisedën.